E aty e kam po në fabrik, mjeshtri e kishte pagën 2500 euro. Mjeshtri në fabrik mobileve pagën 2500 euro. Para disa ditëve isha në Klin, disa sandwich panele, 70% eksportojshin jashtë, 40 punëtor, asë një pagë nuk ishë nër 1000 euro aty. Pagën mesatare e kishim dukshëm bi 1000 euro. Edhe 4 inxhiniera të industrisë kimike, a dini çfarë dashur qytetarë të Suarekës? 4500 euro rrogën inxhinierat e industrisë kimike, 2 prej Indis, njoni prej Kilit edhe i 4 prej Italisë. Pra, prej Italisë e kalon Italin, e ka kry industrinë kimike atje, e kalon Italin edhe po jeton në Klin. A kuptoni? Alfa Pan, në Klin po jeton, i takova Italionin, 2 indianë, shumë të knoqën, edhe i Kilit. A i Kili është të oqani i qetë atje, në bregun perëndimor të Amerikës Latine, mërni me mend, pe atje ka ardhë. Edhe punën në Klin, tha shumë e mirë jeta këtu, ushqimin e paguar, fjetin e paguar, 4500 euro neto, a i mund të mjaqu familjes vetë. Prandaj, nuk duhet të nëzitojmë, të shkojmë jashtë vendit. Vendi jonë është i pasur, është i mirë dhe ka trende pozitive të rritjes ekonomike. Na e kemi rrezik krizën e fuqisë punëtore. Bizneset do të rriten, po na duhet gjithnjë ma shumë fuqi punëtore. E për këtë e kemi super puna për të rritë, mja dhonë pagën minimale për 6 muaj të gjithë 3 prej moshës 18 dhe 29 vjeç, e do të vazhdojmë edhe me super puna për gratë, çdo gru që hin me punu në ndërmarrje private, nëse punë dhonë si për shembull ja jep 600 euro, për 6 muaj në vijim, na ja bojmë 1100 euro, ja japim edhe pagën minimale që është 500 euro, pe një korrikut si shtesë prej pagës që e merr në atë ndërmarrje private.